Si të quajnë? Ibrahim Vejipi, Po. banuesi Gosës. Ja, të lutem. Banuesi Gosës. Po? Kam 7 vjet që rri për jashtë. Kam Mbaj pak afër, të lutem. kam marrë 11 muaj 10 muaj bonus. DS5 bën me 18 e 12 e 2020-s. Kontratën me bashkinë është bën. Është kjo kontrata që më tregove, a? Po. Që ti kuptojmë që këta janë njerëz Kontratën me bashkinë kam bën. korrekt me ligjin, i kanë kontrata, do t'i tregojmë edhe rast pas rasti për banorët që na i kanë treguar, po? Tani më mirë do ishte vdekja. Po pse vdekja tani ti pas e bërë dhe kontratën? I Kam bie bërë që të vi kontratë, të nis shtëpia. Kam marrë 130 herë në bashki. 130 herë. 130 herë, i kam thënë të së me mollës, me pistoletën më qëllo. Më vret, se po së mbrave, dhe e në gjira tjera. Po pse më ka vajt puna ka që keq? Po, ku ka mbe, ku është ngërçi? thush ngërçi, thë s'ka lek. S'ka lek thot bashkia. Po, është bën aprovimi institute e ndërtimeve. Aprovimi për ndërtimin e shtëpisë. Pra është bërë gjithçka. Gjithçka. Ta duan lek, unë lek s'kam. Kush do lek mo? Mafia shqiptare. Pra ti po thua që po të pagush lek vin fondet? Po. Po shakuzë rënd, kjo si e vërtetojmë të këta? Edhe gjithë bonusën që i ka dhënë fshatarëve, nga 5 milion lek, 3 milioni lek i ka marrë fshatari, 2 milioni lek i ka marrë ta. Po si e vërtetojmë ne këta? E vërtetojmë dot? S'kemi mundësi ta vërtetojmë. Kemi mundësi se tregon asnjëri. Nuk e tregojnë, a? Nuk e tregon. Unë tani jam Ku po jeton ti tani që flasim? po rri për jashtë, me co magazin që për 5 minuta mushin 4 kova me ujë. Në magazin po rri, a? Po, magazin. Pra shtëpia jote është bërë rrafsh komplet? Shtëpinë time ka shem firma Biba X. Po pse e shemi apo i tha shteti? E shemi, i thanë që do bëj shtëpi 3. Do bëjmë të 2 shtëpi 3 në taj. Unë kanë zërë me së rrugës. Sa milion lek është ka dalë? Kontratën e ka bën gati 23 milion lek. A bëhet shtëpia me 23 milion lek? Është e vështirë, shumë vështirë. Kontratë 70 metra katrore për të bërë shtëpia. Po 500 euro është metër katror i ndërtimit. Sikur s'm dalë llogaritmu, me nejse. Asnjë gjë. Tu është katastrofë. I bie 40 metra katror mund bësh ti me aq lek. Gjetën Rogozhin edhe në Kavaj do të thotë që e kemi ndameni me kry këtë punë. Këta të qunë edhe pas ka artista, punojnë shpejt. Do me japësh mu ministrinë? Kam sot unë të nisi me shtrulla ashe. Hajde mbarësi. Fakti që tërmetin se kam fare në program, do thotë një që s'do vinë, e dyta që e din që ne do e marrojmë të punë, se nuk e bo kusht tjetër. Ka marrë bonus në qershor 2022-shit, e la kryeministri për 10 muaj. I mori që i kanë bo lekët, nuk e di. Po kryeministri sikur tha bonusi do jetë deri ditën që do hyni në shtëpi. Kryeministri është mafia. Atë se themi dot. Anti-shqiptar, po, është anti-shqiptar. Po pse është anti-shqiptar? Ai është do më shumë i serb se i shqiptar. E rënd kjo, ti thush një kryeministri do më shumë i serb se i shqiptar. Shkon Kukës shan shqiptar, derdemen. Shkon Luç që thonë i tregon pras. Shkon Shqipërit mes thot dallavezi, llogje. Shkon Jug thot pa bes. Ai është kryeministri shqiptar. Nëse mos largojmë nga problemi juaj sepse pastaj do quhet politike. Unë nuk censuroj kënd, fjalët siç i ke thënë do t'i transmetojmë. Ç'a do bësh? Udi, tani ka ngel vetëm i fut plumb vetës. Jo, plumb vetës se ne kemi ardhur për ta zgjedhur çështën. Jo për të shkuar tek plumbi. Nuk kam asnjë lloj. Se po t'ishte ashtu ne nuk vinin fare. Janë vjedhur gjithçka, janë vjedhur fondet, janë vjedhur gjithçka. Thotë s'ka lek, s'ka në fondet. Në bashkinë Rogozhin kemi 110 milionë 900.000 lek, pra rreth 1.1 milion dollar, që do të shpërndahen për të gjitha familjet e dëmtuara. Zonja Dedej, ju lutem nëse mund të jepni një informacion më shumë për qytetarët
si po shkon procesi edhe kur ju mendoni se do të mbyllet ky proces? Kemi 149 shtëpia të cilat do të rindërtohen. Deri më tani kemi shëmbur 30 shtëpia. Për shtëpiat individuale jemi në proces, siç e thatë edhe ju, që është në proces në Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Procesi po ecën tani më me ritme shumë të larta. Jemi shumë optimist që në vjesht të gjithë këto zona do t'jenë kantier, i takon qeverisë t'i qëndrojë të gjithëve dhe askush mos mbetet vetëm në këtë proces. Në qershor 2020 ka bën dokumentat, në 18 e 12 e 2020 ka marrë DS5-ën. Janë gjitha rregull s'do. Zose nuk jam ka atyre. Pse kështu ka ardhur puna? Pse është sulm politik thua? Po. Pra ata që s'janë me ne ngelen pa shtëpi? Po, në Shqipëri nuk ka shtet ligjor. Shqipëri ka banda terrorizëm. Faleminderit. Allahu i mallkoft.